Transformime, dy perspektiva nga Ballkani, titullohet ekspozita fotografike nga Jutta Benzenberg dhe Aleksandar Snogorac, që çelet e Galeria Zeta në Tiranë më 23 maj në orën 18. Një ekspozitë nga Agron Polovina do të hapet këtë të njëjtë më 22 maj në orën 19 te Galeria Vilson Kilica në Fier. Tregime fshati është aktiviteti që do të mbahet në Rabdish të Dibrës më 23 dhe 24 maj, nga ora 10 paradite deri në orën 21:30. Ekspozita e motorëve Motofest mbahet në Shkodër në 22 dhe në 23 maj, nga ora 11 deri në orën 22. Të pranishmit mund të bëhen pjesë edhe koncerteve festive para Bashkisë së Qytetit. Teatri dhe artet performuese është aktiviteti që do të mbahet në 23 maj në orën 11 te Shtëpia e Europës në kuadër të javës europiane. Nga mesdita e 23 maj dhe në 24 maj, qyteti Memaliaj do të bëhet mikpritës i Vjosan Fest, një festival kulturor që sjell bashk muzikën, natyrën, sportet, artin dhe turizmin. Shfaqja Opera Gala nga trupa e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit udhëton te Teatri Petro Marko në Vlorë këtë të premte, në 23 maj në orën 19. Festivali i letërsisë Zana në Mitrovic dhe në Shkodër shënon edicionin e tij të 5 nën temën udhëtimi. Në 23 maj në orën 19, mikpritësi i festivalit është qyteti i Shkodrës.